Me kërkesë të avokatit Nikola Dodovski, gjykatësia i largoi gazetarët gjatë kohës që po lexohej shkresa nga Ministria e Punëve të Brendshme drejtuar PSPS-s, gjatë seancës së dytë përgatitore për rastin Fortesa 2 të ngritur nga kjo prokurori. Në këtë rast, të akuzuar janë ish kryeshefi i drejtorisë së 5 të DSKS-s, Goran Grujovski, dhe 6 persona të tjerë punonjës në këtë drejtori. Ata akuzohen se kanë shkatruar 2047 dokumente zyrtare, nga të cilet 22 të policisë sekrete për blerjen e pajisjes për përgjimin e komunikimeve. Kryeministria britanike Theresa May thotë se dëshiron një Britani globale që do ishte mike dhe fqinje më e mirë e partnerëve të saj evropian. Mesazhi kryesor gjatë fjalimit në lidhje me planin e saj për zbatimin e Brexit ishte se Britania do të largohet nga tregu i vetëm evropian. Ajo gjithashtu tha se dëshiron që Britania të jetë një vend që në botë do të ndërtojë raporte të barabarta si me miqtë e saj të vjetër, ashtu edhe me aleatet e saj të rinj. Parlamenti i Turqisë të dielën e miratoi kushtetutën e re me të cilën rritet pushteti vendimtar i presidentit Recep Tayyip Erdogan. Reforma e re mundson Erdoganit të qëndrojë në pushtet së paku deri në vitin 2029. Me këtë hiqet funksioni i kryeministrit dhe presidentit i jepet e drejta të emërojë dhe të shkarkojë ministra. Në vend të pozitës së kryeministrit, në qeveri do të ketë 9 kryetar. Reforma kushtetuese do i mundsoj Erdoganit që në mënyrë të drejtë për drejtë të intervenojë në gjyqësor përmes emërimit të gjykatësve.